pse liderët bëjnë ato që bëjnë? Vendimet e mëdha, qoftë në politika apo në biznes, shpesh duken si mistere të vërteta. Por, çfarë nëse do të kishim një set mjetësh për të parë përtej sipërfaqes? E po, sot do t'i hedhim një sy pikërisht këtyre mjeteve. Dhe ja ku e kemin, direkt nga presidenti Kennedy. Kjo fjali na çon tamam në zemër të çështjes. Vendimarrja është jashtëzakonisht komplekse, madje edhe për njerëzit që janë në qendër të saj. Pikërisht këtu do ta nisim. Pra, dilema e vendimarrësit. Kur përballemi me diçka kaq komplekse, e dini, instinkti i parë është ta thjeshtojmë. Por studiuesi Graham Allison, në librin e tij të famshëm Essence of Decision, argumenton se ky thjeshtim në fakt na fsheh të vërtetën. Ai na ofron, le të themi, 3 lente për të parë më thellë. Zakonisht, mendojmë se një lider i vetëm merr një vendim. Logjik, apo jo? Por ky supozim është thjesht maja e icebergut. Ellison e quan këtë një shkurtore të dobishme, por, siç e shohim qartë, pjesa më e madhe e historisë fshihet nën sipërfaqe. Kështu që le të zhytemi më thellë. Okej, lentja e parë, aktori racional. Le të fillojmë me më instinktiven, atë që na vjen më natyrshëm. Ideja është e thjeshtë. Një qeveri apo një organizat vepron si një njeri vetëm, pra bën zgjedhje logjike për të maksimizuar interesat e veta. Tani, pika kyçe këtu është se racional nuk do të thotë thjesht i logjikshëm, siç e mendojmë zakonisht. Jo, është një term më shumë ekonomik. Mendojeni si një lojtar shahu. Çfarë bën ai? Mbledh informacion, vlerëson çdo lëvizje të mundshme, parashikon përgjigjen e kundërshtarit, gjithçka për të maksimizuar shanset e fitores. Për ta kuptuar këtë më mirë, le të marrim një shembull. Një shembull shumë të famshëm nga teoria e lojrave. Kjo dilema është fantastike sepse tregon në mënyrë brillante se si zgjedhje që duken racionale dhe egoiste mund të çojnë në rezultate çuditërisht këqija për të gjithë përfshirët. Okej, imagjinoni pak scenën. Kemi 2 bashkëpunëtorë në një krim dhe policia i ka kapur. I fusin në dhoma të ndara, janë totalisht të izoluar, pra nuk flasin dot me njëri tjetrin, dhe aty prokurori i bën secilit të njëjtën ofertë. Zgjedhja që do bëjnë do të përcaktojë fatin e të dyve. Tani, le ta analizojmë pak logjikën nga këndvështrimi i njërit prej të burgosurve. Mendo si ai. Nëse partneri yt hesht, çfarë bën ti? Sigurisht, zgjedhja më e mirë është ta tratosh dhe të lirohesh. Po nëse partneri të traton, e po, prap zgjedhja më e mirë është ta tratosh, sepse merr 10 vjet burg në vend të 30. Pra, shikoni pak, pavarësisht se çfarë bën tjetri, zgjedhja më racionale për ty është gjithmonë tradhtia. Po, problemi ku është? Problemi është se të dy mendojnë eksaktisht kështu. Të dy trajtojnë dhe të dy përfundojnë me 10 vjet burg secili. Ky është paradoksi i famshëm. Zgjedhje individuale që duken racionale çuan në një rezultat shumë të keq për të dy, krahasuar me çfarë do të ndodhte po t'i kishim besuar njëri tjetrit. Tani, le ta aplikojmë këtë në botën reale. Me këtë lente, ne pyesim: pse Kennedy zgjodhi një blokadë gjatë krizës së raketave kubane? Pse Urushovi i hoqi raketat? Këto janë pyetje të mira, strategjike. Duket si një mjet i dobishëm apo jo? Por Allison thotë se ky model nuk mjafton. Ka diçka që na mungon në këtë histori. Mirë, kalojmë te lentja e dytë, makineria organizative. Po sikur vendimet të mos merren nga një mendje vetme, po sikur të jenë thjesht produkt i një makinerie gjigante, burokratike. Pikërisht këtu na çon lentja e dytë. Tani fokusi zhvendoset nga psikologjia e liderit te zakonet dhe rutinat e organizatave të mëdha. Me fjalë të tjera, çfarë do të thotë kjo? Që veprimet e një qeverie nuk janë gjithmonë rezultat i një urdhri direkt nga lart. Shpesh, ato janë thjesht rezultat i mënyrës se si gjërat janë bërë gjithmonë. Janë rutina, janë procedura standarde që vijnë nga poshtë lart. Dhe këtu kemi një mister të vërtet, një enigmë që modeli aktorit racional, ai i pari, e ka shumë të vështirë ta shpjegoj. Pse sovjetikët do t'i linin raketat e tyre në Kubë, kështu, plotësisht e ekspozuara ndaj sulmeve ajrore? Pse një lider racional do bënte një gabim kaq trashnik strategjik? Sinqerisht duket e pakuptimt. Dhe ja ku shkëlqen fuqia e lentës së dytë. Përgjigjja nuk ishte fare një zgjedhje strategjike e Hrushovit. Ishte thjesht produkti i rutinës organizative. E thënë thjesht, ushtria sovjetike nuk i fortifikonte kur bazat e tyre në vendin e tyre, kështu që nuk ishin as pajisjet, as procedurat për ta bërë këtë në Kubë. Ata thjesht ndogjen manualin e tyre standard, hap pas hapi. Kaq. Mirë, jemi gati për lendën e tretë dhe të fundit. Loja politike. Tani, fokusi zhvendoset përsëri.
Këtu do të flasim për njerëzit, për betejat për pushtet dhe për negociatat e ashpra politike që ndodhin prapa dyerve të mbyllura. Pra, çfarë na thot ky model? Që vendimet, në fund të ditës, nuk janë rezultat as i logjikës së pastër, as i rutinave të paracaktuara, por i kompromiseve politike. Mendojeni si një lojë pokeri. Çdo lojtar në tryez ka agjendën e vet, interesat e veta. Kjo frazë e famshme është thjesht gjeniale. Ajo e përmbledh në mënyrë të përsosur idenë qendrore të lentës së tretë. Roli që një person ka në organizat, pra vendi ku ulet, ndikon jashtëzakonisht shumë në këndvështrimin dhe qëndrimin e tij. Okej, le ta bëjmë këtë pak më konkret. Le tu hedhim një sy këshilltarëve të Kennedyt. Kemi Maxwell Taylorin, kreun e ushtrisë. Sigurisht, ai natyrshëm anonte drejt një zgjidhje ushtarake. Pastaj kemi Dean Rusk, diplomatin më të lartë të vendit. Ai favorizonte negociatat. Dhe sigurisht, John McCone, kreu i CIA-s, që shihte gjithçka përmes prizmit të inteligjencës. Pra, pozicionet e tyre formësuan totalisht perspektivat e tyre. Mirë, përtej një lentje të vetme, tani ka ardhur momenti t'i bashkojmë të gjitha pjesët. E bukura e këtij kuadri nuk është të zgjedhësh njërin lente apo tjetrën. Jo, e bukura është të kuptosh se si ato punojnë së bashku për të na dhënë një pamje sa më të plotë. Ja pra, një përmbledhje e shpejtë. Me lentën 1 shohim një zgjedhje të llogaritur, racionale. Me lentën 2 shohim një produkt të rutinës, të zakoneve, dhe me lentën 3 shohim një rezultat të pazarlliqeve politike. E rëndësishme është të kuptojmë se të gjitha këto forca veprojnë në të njëjtën kohë. Dhe mos mendoni se ky është vetëm një mjet për të analizuar historinë e politikës së jashtme. Absolutisht jo. A i keni vënë re ndonjëherë në një vend pune për shembull, se si vendimet e mëdha nuk vijnë gjithmonë nga lart, nga zyra e shefit. E po, kolegu i Allisonit, Joseph Bauer, konfirmoi pikërisht këtë gjë në botën e biznesit. Ai zbuloi se strategjitë e mëdha shpesh vijnë nga poshtë, të formuara nga kultura dhe rutina e përditshme e kompanisë. Pra, cili është përfundimi i gjithë kësaj? Ja ku e kemi pamjen e plotë. Për të deshifruar me të vërtet një vendim të rëndësishëm, nuk mund të mbështetemi kurrë vetëm te një shpjegim. Duhet shohim gjithmonë bashkëveprimin midis zgjedhjes së llogaritur të liderit, forcës së madhe të zakonit të burokracisë dhe, sigurisht, lojës politike që luhet në dhomë. Dhe kështu, herën tjetër që dëgjoni një lajm të madh, një vendim të rëndësishëm, ndoshta vlen të bëni një pauzë të pjesni veten. Okej, cila është lëvizja racionale këtu? Cilat janë rutinat organizative që po e shtyn këtë ngjarje përpara? Dhe kush po bën pazare me kë prapa skenave? Duke i përdorur këto tre lente, papritur, pamja bëhet shumë më e qartë.